بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimët janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave. Atë falenderojmë për ti falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavatët, selamet, përshëndetjet më të mira me pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam. Shokëve të tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e këtij muajit të Ramazanit. Elusim Allahun që Allahu t'i pranon veprat tona, edhe të na mundson që ta arrijmë natën e Kadrit. Nga se në natën e Kadrit ka zbrit muaj, ka zbrit Kur'ani, nga i cili Kur'an ka ardhur dhe muaji i Ramazanit. Pam në këtë cikël morale, karaktere të larta, sjellje të mrekullueshme nga pejgamberi jon alayhi salatu wassalam në kategoritë të cilat përfshin krejt njerëzimin. Pra njerëzit ose janë fukara, ose janë zengina, ose i ki familjar, ose i ki fis, ose i ki dosta, ose i ki evlad. Pra njerëzit nuk dalin për këtyre kategorije të cilat po i përmendim në raport me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se si i trajton të ata. Sot e kemi një kategori pak më ndjeshme, e kemi kategorinë e cila është ndër më të ndjeshme, më më ndikim, është kategoria e autoriteteve dhe njerëzve me pozita dhe pristegje dhe privilegje të caktuara si kryetar, ministra apo njerëz me poste, kryetar fisesh e kështu me radhë. Allahu xhelala kur i ka krijuar njerëzit i ka krijuar me instikte. Edhe këto instikte realizohen në jetën e kësaj bote. Për instinkteve që na i ka krijuar Allahu te bareke ve teala është se njerëzit nuk e dojnë anarkin, nuk e dojnë çrregullimin. Pra ata natyrshëm, sikur që është familja e vogël, edhe në familje të mëdha e caktojnë njërin të parin. E kur e caktojnë njërin të parin, herë e caktojnë me hak, herë e caktojnë me batil. Mirë po një të parë e caktojnë. Apo pejgamberi jon alayhi salatu wassalam e dinte se njerëzit dallohen dhe nuk i trajton dhe sikur të ishin të njëjtë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam na e tregoi neve modelin se si në jetën e kësaj bote të ballafaqohemi me njerëz të cilët kanë pozita. Nuk mundesh mu sill me kryetarin si sillesh me evladin. Nuk mundesh mu sill me njërin i cili ka post e i cili ka ekzekutiv, sikur me njërin i cili e ki dost. Pse? Sepse vetëm pozita çka e ka dhe e ranon e ban që raporti jot më kanë ndryshe me ta. Andaj nisur nga fjala Allahu xhele xhelalu, kur i tha Allahu te bareke ve teala Musa alayhi salatu wassalam i tha bashkë me Harunin, tha shkoni te faraoni ju të ditë, Musai edhe Haruni, vëllezër pejgamber me shku te faraoni. Faraoni kush o? Faraoni o kanë kryemadhi dhe kryetari maj madh që ka ekzistuar ndonjëherë. 400 vjet e ka sunu tokën. 400 vjet e ka sunu tokën edhe çat shnal kamrisa që ka thonë unë jam Zoti vet. Edhe Allahu e ka regjistruar këtë në Kur'an. Pra çiki njeri e dini pak për faraonin, keni një për faraonin. Kur e çoi Allahu pejgamber Musa alayhi salatu wassalam, tha kimë nis pite faraoni. Kimë nis pite faraoni. Po faraoni ja kryemadh. Edhe ka mundësi me të godit dhe ka ndikim. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, që ka ardhur transmetim se kur e ka çu gishtin, e ka çu dorën, 80.000 ushtar janë çu në kam gaditu çka do. Apo e kur e çoi Musa alayhi salatu wassalam, Allahu xhelalu ala na e tregoi një shprehje që ja kallzoi atij e ja kallzoi Muhamedit alayhi salatu wassalam e pastaj e zbërthai këtë fjalë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Çka i tha Allahu xhelalu ala? Faqula lahu qawlan layyina. Tha kur shkoni te faraoni, folni atij për islam me të pranu si pejgamber o Musa alayhi salatu wassalam, po folni fjalë të buta. Fol kadale. Fol kadale pse? Sa janë faraoni. Ai mundet me bëu zullum, ai mundet me të godit. Apo andaj kët fjalë dhe kët metodologji e zbatoi edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Andaj thonte djali Axhes vet, që ka transmetuar Imam Buhariu në librin e tij Adabul Mufrad, ka thënë Abdullah ibn Abbasi me pas taku faraoni, edhe me pas thënë barakallahu fik, Allahu të bekoft
i kisha thënë amin edhe tyje. Kjo çka argumenton se sjellja e njeriu me njërin me post dallon me sjelljen e njeriu i cili s'ka post. Këto i kishin të njohura shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të marra nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj si sillej Muhamedi alayhi salatu wasalam me njerëzit që kishin pozitë, të mundohemi me huazu, edhe pse ka shumë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas shumë kontakte me të mëdhej, ka pas kontakte me kryetarët e botës, si kryetari i Romakëve, kryetari i Persianëve, kryetari i Egjiptit, kryetari i Abesinis, e mos flasim për kryetarët e Arabëve, të cilat janë shumë. Po na nuk kena mundësi mi përmend këtë, nga se na duhet shumë kohë. Do të huazojmë disa prej rasteve, disa prej ngjarjeve që argumentojnë se si pejgamberi më njëherë si dallon të njëri, dallon të sjellja. Nëse ishte me pozit, edhe ky e trajtonte me pozit, alayhi salatu wassalam. Imam Muslimi kusho është hoxha i dytë në ruajtjen e hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra ne kur themi transmeton hadithin Buhariu dhe Muslimi. E çiki Muslimi është nxënësi i Buhariu. Imam Muslimi kur e ka mbledh librin e vet me hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam, ju e dini se këto hadithe neve na vijnë me njerëz, me filani, alani, këto vijnë me njerëz nga pejgamberi alayhi salatu wassalam që transmetojnë hadithe. Këta njerëz janë hoxhallar, janë dietar. Jo këtë kanë pozitën e njëjtë. Jo këtë, nga se njëra nga klasat të cilët duhet të trajtohet me respekt të veçantë janë dietarët, që shpesh herë mungon të muslimanët. Musliman më herët kanë pas edep të lartë për hoxhën. Apo sot janë përmbys, njerëzit sot sillen rreth egove të tyre, i bën tavaf çejfeve të tyre se di respektin e hoxhës, respekt nga se hoxhallarët janë trashëgimtar të pejgamberëve. Hoxhallarët e trashëgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dietarët tek këta njerëz ishin shumë të çmuar. Mirë, po megjithëse dietarët janë shumë të çmuar, ata në mes vete kanë pozita të ndryshme. Andaj do Imam Muslimi, duke fol për klasën e dietarëve, çka thot? Thot, nuk duhet hoxha i madh kur të shënohet në hadith të bëhet barabar me hoxhën i cili pak më poshtë. Shiko, hoxha i nalt, për shembull, na nuk e thojna se Imam Muslimi as se Imam Buhariu. Se Imam Buhariu është shumë më i madh. Apo ne nuk themi se sahabët janë barabar me tabiinët. Jo. Ana janë njëri të Imam Nu'mani, Ebu Hanifja rahimahullah, dhe filluan me diskutu do mesele. Edhe filluan si cili me pru argumentin e vet, edhe njëri për njerëzve i tha, ata msheli këtë mesele une, edhe e kallzoi një fjalë për një tabiinit. Tabiini kush është? Një shok i cili e ka pa shokin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe e kallzoi këtë fjalë dhe mendoi se mshel meselen. Çka i tha Ebu Hanifja rahimahullah? Tha jo, këto janë burra, edhe na jena burra, na jena njësoj tabin. Apo atëherë tha, e çka thu për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ata tha janë mbi kokat tona. Shiko, Ebu Hanifja tha, nëse ma bjeti muni tabin, une, domon, nëse unë kam argument, shtyjem me ta. Ama nëse më thu, ka thonë Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Ebu Hurajra, më shelet kjo kaptim, se tha ata ma poshka tha për tabin, tha burra, shtimi me burra. Mirë, sahabët as janë burra, edhe ata janë burra, ama ata smrihen. Këtoj, ka thonë Ebu Bekri, më shelet këtë kaptim, se ajo është burri veçan, ka jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj duhet edhe hoxhallarët sa më vjetër se janë, si Ebu Hanifja, si Ahmedi, si Maliku, Shafiiu, në zemrën tane me zonë një pozit shumë të madhe. Andaj tha Imam Muslimi, ai i cili e ka pozitën e nalt, nuk e bën as ai i cili e ka pak më poshtë, megjithëse dallojnë. Apo pastaj tha, wa yu'ta kullu dhi haqqin haqqa, jepja sicilit sa e ka hakin. Apo jepja sicilit sa e ka hakin. Apo e sot e shohim në defekt. Andaj Hasan al-Basriu tha, prej shenjave të kiametit ta mu barazu njerëzit. Dhe kjo është transmetuar hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Si barazohen njerëzit, shtyhen vlera pa e pas. E shati njerin mundohet mu bë hoxh pa u kanë. Mundohet mu bë kryetar pa u kanë. Mundohet me e shit një pozitë çka se ka. Rri, se kur e ki pozitën ta japin njerëzit.
A kurse ki, se ne merë kur me zor. Apo, andaj tha jepja si cilit hakin, nga se Aisha radiallahu anha ka than, na ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, en nunezzilen nase menazilehum, si cilit mi adhan pozitën e vet. Shikoj që tregon Aisha radiallahu anha, gruaja pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka than pejgamberi alayhi salatu wasalam na urdhëronte që njerëzit mi zbrit pozitat e veta. Jo mi bakit njerëzit barabar. Disa njerëz do të vinë atë një kaptinë e kena disa kategori njerëz që quhen bedeui. Shtektar, nomad, ka jetuna për shkretina. Këta njerëz janë bedeui, domethënë këtë njësoj. S'ka ta i dallim. Apo andaj kanë ardhur pejgamberi sa i kanë fol pa edep. Apo pa edep, se kanë ditë se kur je pejgamber, dallon kjo pejgamber. Apo Allahu ja ka thënë mos ja ço zanin. As ku të fosh normal mos ja ço zanin. Apo andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot Aisha na mësonte që njerëzit t'i zbresim si cilin gradën e vet. Si cilin gradën e vet. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë e zbatonte mas mirti në jetën e vet. Kur e shliroi pejgamberi alayhi salatu wasalam Mekën, Quraysh ishin fisi më i madh. Abdu Menaf, Quraysh, ajo umrella e madhe e fisit arabëve. Mas shumë luftrave kishmeti pari Ebu Sufjani. Që ky Ebu Sufjani ish bo zotnia i arabëve, luftonte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E çka ndodhi? Tregon Ibn Abasi kur e shliroi Mekën, Ibn Abasi, baba i vet, Abasi, agja i vet, i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, ky Ebu Sufjani është i pari i arabëve. Elhamdulillah hinin fe. Sikur ta rrit që pak, sikur ta ngrit që pak, i tha mësan po, e di, do ta ngriti. Atër tha pejgamberi alayhi salatu wasalam në Mekë, kush rrin shtëpinë e Ebu Sufjanit është i sigurt. Edhe kush mshelet te shtëpia e vet, ai është i sigurt. Çka? Realisht është e njëjta, mirë po ka dashur alayhi salatu wasalam mi dhan Ebu Sufjanit pozit. Mi dhan Ebu Sufjanit pozit. Thot Imam Newawiu, ka dash me tregu se ky nuk ka si tjertë. Tash njëri thot, po ky çka ka dallim se ka një kin islam edhe të tjerë? Po ke i pari njerëzve. Nuk mundet i pari njerëzve mu trajtu si i fundit për njerëzve. Nuk ka i krijetari ku t'hijen në fe, sikur ku t'hijen njëri i thjesht. Te na nisoj, apo? Te na nisoj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka pas qahat shumë qef veç krijetar ta pranojnë islamin. Pse? Se kur ta pranojë krijetari, ku shkojnë njerëzit? Madje nuk janë pengesa për mos ta pranu feje pos krijetart. Me pranu krijetari i një visi 300 milion, i shtetit 300 milion. Hiç 150 milion s'kan ku shkojnë. Pse? Sa i madhi ai tëne. A do të qysh me ky dy diçka që e ka pranuar. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i trajtonte në këtë formë. Tregon Aidh ibn Amr. Thot në luftën e Hudejbjes, në vitin e 6 të Hijrit, e cila pastaj është bërë çlirimi i Mekës pas asajna. Edhe kanë bërë marrëveshje. Është bërë marrëveshje e Hudejbjes. Se kemi folur marrëveshjen e Hudejbjes, kush e din në histori. Edhe ka ardhur Ebu Sufjani në këtë marrëveshje. Thotë dhe ati ka qenë Selman el Farisiu, Suhejb el Rumi edhe Bilali. Këto Suhejbi, Bilali, rob janë konë, argat janë konë. Ebu Sufjani, presidenti arabëve. Të shamun që paramenue, rina me njerëzit, shpeshar apo i shofnë në televizor, apo lexojnë për ta, ato e kanë një qëfar njësie që, së janë besiketune, edhe në hipsha në fejë, mos në trajton njësoj, apo në regull. Atëherë, ka ardhë në kohën kura konë kjafir, alopa e pranue feje. Edhe, disa prej këtyre argatve, që janë konë në sytë e Ebu Sufjanit, që janë konë shok pejgamberit sallallahu, Bilali, Suhejbi, Bilali u konë muezini pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe kanë thanë këta, kanë thanë, wallahi, si duket shpata si ka drejtu ala disa. Duke a gjujt Ebu Sufjanit, që o konë e ashpërsu me, acaru me gjendja. Edhe ka kanë thanë, duket ala shpata si ka drejtu dhe njerës, s'ka zanë vend si duhet. Pra janë vra, sa janë vra, ma ala po vinë do si krye mëdhej këtu, për Ebu Sufjanin. Atër Ebu Bakr e Siddiku, radiallahu an,
i ka njoft krejt njerëzit pika vinë. Kedja u ka ditë fisi. Anal njeri ka thonë pika jam, ka thonë një pi qëti venit, babgjishin tane ke botë qëtu, stërgjishin e ke botë qëtu. Ky vjen piti qëti fisi, pi qëti venit kanë pasbrit qëtu, i ka di qëto përmenç. Andaj i kanë thonë në sab që do më thonë, ja u di njerëzve fisi pika vjen. Keti ka di detalj. Apo, andaj thot Imam Dhahabiu dhe djetarë të tjerë, se Ebu Bakr Siddiku e ka ditë se ky zotnia. Edhe ju ka thonë, qyshbe pithuni plakit kurejshve dhe presidentit kurejshve këto fjalë, sigur ju ka thonë këtine, mosni më zgjuni kështu me fjalë se kjo i pari. Atëre kanë ardhë të pejgamberi s.a.s. dhe i kanë thonë, ja Rasulullah, ne i thamë qështu Ebu Sufjanit, Ebu Bekri i tha qështu këtinve, sahabeve. Atëre i tha pejgamberi a.s. Ebu Bekrit, o Ebu Bekr, a i ke nervozu ata, i ke hidhnue Bilalin, Suhejbin edhe Selmanin. Vallahi ka thonë, o Ebu Bekr, shiko, hak jo hak. Ka thonë, o Ebu Bekr, me ba me idhnu këta e idhnon Allahun. Me idhnu Bilalin, me idhnu Suhejbin, e idhnon Allahun gjellë gjelalu. Atari ka thonë, thotë transmetuesi, shkoj Ebu Bekri dhe i tha, shiko këtë edukat, gjithmonë Ebu Bekri e ka pas këtë karakter. Ka thonë, o vlezërit e mi, a ju kam idhnua, a mos ju kam zemru diçka, a dhe kanë thonë, shko o vla se je i falt, Allahu ta fal. E kanë ditë se e donë pejgamberi alayhi salatu vesselam. Kanë thënë dietarët, pejgamberi alayhi salatu vesselam nuk ja ka mohu Ebu Bekri pse i ka thonë pse i keni idhnu Ebu Sufjanin. Po ka thonë pse i ke thonë Bilalit që diçka që i idhnon. Pra ti mirë ju ke thonë, po edhe ata mirë kanë thonë. Se ai, domethënë, është ala ende pa besimtar. Andaj shikoj pejgamberi alayhi salatu vesselam stabilizonte mes këtyre gjendjeve. Andaj Ebu Bekr Siddiku tha, mos se kjo president, kjo kryetar, kjo është i pari tëne, zotnia i tëre. Gjithashtu tregon Ebu Said al-Khudriu se Saad ibn Muadhi, që ki Saad ibn Muadhi ka qenë i pari i ensarve, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ensar danë dy fise, fisi Aus edhe Khazraj. E Khazraji të parin e ka pas Saad ibn Muadhi. Kjo ka lëndu me një luft edhe është gjujt me shigjet se i ka dalë shumë gjak. Edhe përmësem ja ka vonë një shator nga dvetit që ta këshyre shumë. Edhe Saadi ka thonë, o Allah, shtima veç edhe pak imrin, knat shmasinin duke imposh jehudit, se i kam pas dosta para islamit. Saad ibn Muadhi ka pas dosta jehudit, ka pas jaranime ta. Apo edhe ata e kanë tradhtu pejgamberin zezem në luftën e Khandekut. Edhe ata i kanë thënë Beni Quraidhat, i ka thënë pejgamberin, kam po doni me xhiku për juve. Ka thënë Saad ibn Muadhin. Sa të kanë thënë kena pas dost më herët, nashta toleron diçka. Ata s'ka ar Saad ibn Muadhi i majtëm në atë dyshemen që e ka pas sa koni smut, apo edhe menzi se u quë. Edhe kur e kanë prue Saad ibn Muadhin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë qumu ila sayyidikum. Ju ka thënë kësave, çunu për zotnin e juve. Ja ngon ul, ka thënë çunu këtë për zotnin e juve. Kush ka ardhur? Saad ibn Muadhi. Shoku i tyre, mirë po kanë i pari tyre. Andaj pejgamberi alayhi wasallam i ndan të këto pozita. Apo çfarë tha? Tha qumu ila sayyidikum au ila khairikum, çunu se kjo më i miri për juve. Andaj kanë thënë dietarët, lejohet me ju qu atij i cili ka autoritet. Ndërsa pejgamberi alayhi wasallam e ka ndaluar dy forma të ngritjes në kom. Të shkruajmë në juridik. Pejgamberi alayhi wasallam këtu ka thënë qumu, çunu se er zotnia. Po lejohet ti e ult, vjen dikush është autoritet. Apo ti e respekton ata manal. Lejohet që je ult, mu qu me e prit. Pse? Sa është më i madh. Ndërsa e ka ndaluar në dy forma ngritjen. E para cila ka thënë le ta përgatite karrikën zjarr ai i cili ka qef me u çu njerzit. Kjo është për ai i cili ka qef. Po e shpojmë kanë herë për shembull plaki apo më i vjetri, hije dela i ka qef, çart hije dale njerzit i çohen. Ta ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka ardhur me xhlis se sahabët u ult te veni i funit. Sahabët kanë bëu ju ka thënë ulu, mos u çu.
Dhe e kanë ditë se çat shpesh e ka po ulu. Ka shku ka ul çati ku ka pas vend. Alayhi salatu wassalam. Ka dash më mësue edep, ka dash më mësue modesti, thjeshtësi. Kjo është e para. Nuk lejohet që njeriu, edhe nëse është autoritet, ta dëshiron ngritjen kom. Kjo i flitet autoritetit. Apo ndërsa nga ana tjetër, apo ky i cili është karshati që om autoritet lejohet me u ngrit kam pa e shpeshtuar. Çish pa e shpeshtuar? Për shembull, ka hije njëri, ti qohesh kom. Ka hi baba, qohesh në kom. Në rregull. Tash ai del, ja. Ka hi don ta zona gjatë ditës apo gjatë javës qohesh një herë në kam, ama jo me ava për diçmëri. Pse? Kanë thënë dietarët se kjo ja ngrit kibrin. Çish ja ngrit kibrin? Ai pastaj mundohet me kallzu që është diçka jashtë njerëzore. Andaj për mësa me ka balancu këta. Edhe e dyta e ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ai i pari me nejt ult e thjet me nejt në kam. Këta e ka ndalu. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ditë për ditëve u shfal ul, edhe sahabët janë fal në kam, se s'ka mujt, ata janë fal në kam. Ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë gati këtë të vepru si romakët edhe si persian. Rrin në kam për mbretit e tëre ullën. Shiko për jëmësam edhe në namaz. Por shkak se për jëmësam nuk e ka problem këtë punë. A i zemra vetë është e sigurt. Ama nesër ju ndoni imam tjetër e kini, a i sa pejgamber, ajo të falë ullt, apo ato nejt ullt, edhe ju rrini këtë në kam. Ta shamush me para minu gjendjen, njani rri ullt, këtë rri në kam, sa i zotnia. A më që para minu qëfar ndjenja ka ky? I prishën ndjenja. E qëka i ta përmësam? Jo, fela të falu. Ndallu. Andaj këto i ka ndalu për nga mbira a.s. Pra, fotografit janë 3. E para, lejohet mi ungrit më të madhit. Ndalohet i madhi me lip këta. Edhe e treta, ndalohet mi nejt në kam. Sikur për shemull e keni pa. Sot për shemull, e përmenëm, se nusën e zonjë sirop, rrinë kam dhe që aty. E pëse me nejt në kam? Rrinë kam këti zotnijës. Jo, s'ka kështë zotnija. Zotnijës s'ka kështu. Zotnijës kur kujtë si rrijet në kam. Po, ka hinë der, bojrom që u qova në kam të falem. Apo, nuk ka problem të mi thonë gjeritan, që fali për shemë ma plakit, që fali ogjës, që fali djetarit, që fali për shemë njani cili ka pozit, apo, nuk ka problem. Ama për shemë dhe tash mi thonë, rritisht të gjaljem në kam. Pse me një në kamune? Se ka arki, jo. As nusja, as evladi, as djali i ri, nuk i rrinë kam kërkujna. Ndërsa, qohët në kam, sa për ta përshëndet, edhe për ta domon ofrue komoditetin. Kjo është ajo që ne ka përmendë dietarët në këtë kontekst, ku ka edhe detale shumë të sot do t'i shmangemi. Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam nga dëshira e madhe që kishte për ta pranuar fen njerëzit e mëdhej, atë shumë donte që ta pranojnë fejen, saqë u angazhua një ditë edhe e çortoi Allahu xhelel xhelalu. Për angazhimit të madh që ai kishte që ta pranojnë fejen të mëdhojt. Tregon Aisha radhiyallahu anha se fjala Allahu xhellahu ala abasa wa tawalla, që shpjeguan për Abdullah ibn Ummi Mektumin, ka zbrit kur pejgamberi alayhis salatu wasalam u kanë të fol me babën e Khalid ibn Walidit. El Walid ibn al-Mughira. O kanë të fol, ka thonë pranoj islamin, sa jo kon i madh. Apo në çat kohë ka ardh Ibn Umi Mektumi. Ai ka thonë ja Rasulullah vetë diçka, ja Rasulullah vetë diçka, edhe sikur për sa më ngushtue, pra lem rahat për momentin. Çka argumenton kjo? Pse për sa më ka dashur me fol shumë me kryetarët, sepse kryetari kur e pranon fejen, çetçon. E çiki El Walid ibn al-Mughira. Kush është çiki? Piçiti ka dal Khalid ibn al-Walid. Që musliman një pjesë të madhe të tokave, çka e gëzojnë sebeb qitina, djali qitina. Andaj për mësam i ka pa, e ka ditë që ki burri a i madhë, ka më nam, djemë ti ka të madhë. Kur ka dal El Walid ibn Mughira, ka dal si me ushtri, ka po djemë të mdoj, Khalid ibn Walid dhe zër, tash nuk jemi në Khalid ibn po duhet ka njerë me kalzu, pse për mësam i ka dal në zor me El Walid ibn Mughira ta pranoj e fejen. Khalid ibn Walid dhe zër, Khalid ibn Walid djali vetë që ka pranu feje, edhe El Walid ibn Walidi, apo as që i fortë të kënë Khalid ibn Walidi, në kali kur ka hip vëzër, me luftue. Apo njeri është në kali, edhe lufton, pin kali, ult, e kap kalin për domon shalën e vetë.
Khalid ibn Velidi deri në atë drejtë ka mrije me luftue, ka hip në kali në kom. Ka hip në kali në kom edhe ka luftu për në kali. Apo thonë, o kon, nëse na mundson Allahu dënjarë me folë për historinë e Khalid ibn Velidit, apo do ta shohim se çfarë burri u kon. Andaj pejgamberi ka thonë, kjo është shpatë Hazar, shpatë e Allahut, Hazar e qelt. Apo e baba i këtij, para mendoni po tash baba i këtij. E trimi pitrimit den. Kjo kon trim. E kanë këshilluar arab, ka thonë çfarë po thumë baba këtë njeri. Çuqi ka thonë për pejgamberin sallam, kjo është sirbas. Kjo është sirbas. Sura Mudaththir, sura 74 lexohet në shtëpia, e shef çka ka ndodhur me këtë njeri. Andaj pejgamberi alayhis salam, atë shumë do të ta pranojnë islamin të mëdhej, saqë angazhohej dënjar dhe dëni musliman në linë të anash, pse nga lakmia. Andaj nuk është e çortueshme. Nuk është e çortueshme që njeri hoxha, dietari ta ketë synim për shembull ta zojna. Se disa sun pe bajnë për luksi, po na e dojna këtë hoxh të madh, Sayyid Qutbi rahmetullahi alayh. Sayyid Qutbi u kon ministër i arsimit në edhe i kulturës në Egjipt. Sayyid Qutb rahmetullahi alayh dhe vllai i tij Muhammed Qutbi, i cili ka qenë prej doktorave në Mekë dhe shumica e doktoraturave që ka mirën prej xhallarëve e kanë pas këtë si kujdestar. Sayyid Qutbi u kon ministër i arsimit. Edhe e ka njohur gjuhën arabe në kohën e vet mas mirë të piketëve. Ai edhe Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, edhe Al-Munfaluti. To njerëz janë kanë, domthon Egjipti njihet për dy gjëra, të cilat nuk ja jep dorën kërkujna. Egjipti, Misri. E para Kur'anin, tajvid, s'ja jep dorën kërkujna. Husari, Minshawi, këta e lexojnë Kur'anin si nuk e lexon kurkush. Apo dhe kush mirët me Kur'an e din se pika buron tajvidi i fortë. Edhe e dyta gjuha arabe. Ata e njohin gjuhën arabe të kulluar. Ata e njohin gjuhën, domthon andër e shohin gjuhën arabe. Apo e si të Qutbi ka ditë gjuhën. E tash Egjipti vëllezër i ka në atë kohë, domthon ndoshta ka mujt me pas më pak, sot i ka Egjipti 100 milion njerëz. Vetëm Kairo i ka 30 milion. Këto musliman deklarohen. Në 96-7% me një pakicë tjetër, këtë janë musliman. Apo e mirë, a janë çto musliman këtë si Sayyid Qutbi, si Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i? Jo, se kur e pranon Sayyid Qutbi fejen e Zotit xhelalu ala, ai ka lapsin. Apo andaj ai një libër, 2 libër, 3 libra i ka shkruajt, këtë dunjën e ka çupesh. Pse? Se ndryshe kur e pranon i Zoti i lapsit, pejgamberi sa kishte çepse të Zotit e lapsit, të Zotit e gojës ta pranojnë fejen. Andaj një ditë për ditëve kishte çepse ta pranoje fejen Suhejl ibn Amri. Pse? Ishte orator, kur folte njerëzit i thonë, "U kri, ti çish po thua?" Andaj i tha Suhejlit, "O Suhejl, shpresoj që Allahu me të vendosë një pozitë ku kemë mbrojt fejen Allahu te bareke ve teala." Shiko, sinon dhe që ta pranojnë fejen. Andaj si të Qutbi kur e pranoi Islamin dhe Shabani, e shujti fi dhilalil Quran, në hijen e Kur'anit. Apo o xhallar dietar e dojnë. A çka më interesant? A di çka më interesant? E dëgjojsha një hoxh, tha, "It se du tha këtë hoxhun." Nuk e du tha se të Qutbin, se ashtu kështu, apo disa dhe si u ban lukthi. O vetë këto xhallar nuk bën misoj, haron e këta. Në Saudi jetohet ndryshe, në Egjipt jetohet ndryshe, në Turqi jetohet ndryshe, në Ballkan jetohet ndryshe. Po mu munumi gjetë përbashkë këta, një kible, një Kur'an, një hadith. E tash me dhëbët janë ndryshme, apo? Po muslimani nuk duhet me shku me gjetë ato pikat që janë dalluese me thonë, jo, munoju të përbashkëtat. Munoju të përbashkëtat. E çfarë thon te kjo hoç? Tha, "Qyre his ma ban", tha. Ama tha gjuhën arabe e njeh mirë. Kur ta shpjegoi ajetin, tha, "Të kënaqet veshi që shfol." Apo të kënaqet veshi që shfol. E ky njeri edhe i ngjashëm me këta. Apo a është njësoj kur ka pranuar Islamin, njëri që s'di? Jo. A është njësoj Sheikhul Islam Ibn Taymija, Ahmed Ibn Taymija, kur e ka pranuar fejen Allahu xhelalu ala dhe ka lind nga fisi i madh? Nuk ka njësoj. Pse? O ka një hoxh e ka pasur emrin Ibn Daqiq al-Eid. Ibn Daqiq al-Eid. E Sheikhul Islam Ibn Taymija, shikoni i thon Sheikhul Islam. Ai çfarë thon Sheikhul Islam? Hoxha i Islamit. Hoxha i Islamit. Ka ndruar jetë në vitin 728 të Hijrit, në shekullin 8 të Hijrit. Edhe çiki Ibn Daqiq al-Eidi u kon një ndër xhallar më të mëdhenj barabar me Ibn Taymijën. Po kis ka pas shef shumë me fol. U kon i qet. Edhe vin do i thon Ibn Taymija thot, "Ku shove Ibn Taymija? Hajde ta vizitoj." Shkon e viziton. Ky u kon, domthon, nga se i vlefshëm e njëft vlefshëm. Radhat Imam Dhahabiu si ta njohë ignoranti hoxhën.
Si ta di njëri që s'di, si ta di sa di hoxha. Çonë me vetash. Çish e di ti e Buhurera sa ilm ka? Çish e di? Mas pak ti dush me ditë një 500 hadithe për mend që me ditë sa i ka ditë 5000. Çish e di ti se Ibn Taymija ka shumë ilm? Sunesh me ditë pas se ja e lexon ata. E ki Ibn Daqiq al-Eid dha ku shobe ky njeri? Kur shkoi e pa ishte shumë më i ri, kishte më plak. Edhe tha, ato normale e ngritën muhabetin me nat nivelin më të lartë, apo? Do nuk janë nisë me thon çka, mas nalet ku ngatrohen njerëzit e mëlloj. Edhe ai janë nisi Ibn Taymija të i fol. I hinë dul, ka hinë ka s'dul, edhe ky vesh pe këshir. Tha, vallahi, unë tha pi vogël mirë me ilm. Pi babe babgjishe në konë me ilm. Ibn Daqiq al-Eid çka tha? Apo unë s'pas ta besu, s'kam menu se Allahu e qëtë në dunjani se që si njeri. S'kam besu. Sa libra i ka shkujt vëzër kë njeri? 600 libra. 600. Apo 600 libra, ta zë një dhomë komplet. Ky veç vet i ka shkujt. Sot vëzër Ibn Taymija studiohet të shkijet në Oxford. Ka, do më njerëzit marrin doktoratura, magistratura, banë akademika, edhe në funit çka i shkujt? Thot, jam të studiu ogjën e muslimanëve Ibn Taymijën. Apo e të tjerë për ulemave. Andaj pranimi i islamin nga njerëzit autoritativ me ndikim nuk ka njësoj. Edhe te na nuk du të më ka njësoj. Na kena më njësoj. E njëri thot, na ketë vllazni jena. Na ketë na vllazni, po se na njësoj. Ata na ketë na vllazni në islam, po se na njësoj. Ti Ibn Taymijën se ki dozë, se ki rujt delat me ta. E po Hanifën se kiti, ki imami, apo? A njëri thot, spajtona unë me atë. Shumë kish pas gabuaj, hoxho. Ky thot ati, shumë kish pas gabuaj. Është turp, o turp me thonë për këto imama, kish gabuaj. Apo, ti mundesh me thonë, unë e ndjeki qëtë me dheba, qëtë me dheb, s'është problema ja. Ama thush, kish pas gabuaj. A qëti thot, ave se ja kish hus shumë me sejle, s'kish pas dit. A qëti thot, ruje gjuhën tane. Del Allahu Gjellali u përpare dhe thot, merë në veshtash. Ati i shkojnë me miliarda njerës pas, me dheb, e ti kush ka ardhur për mas? Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i trajtonte njerëzit kështu. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam njerëzit me pozita edhe në dua i veçante. Në dua. Tu kanë ata pagan. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadith se ka dhënë Imam Tirmidhiu, ka thënë alayhi salatu wasalam në dua, Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi hadain ar-rajulayn ilayk. Ka thënë o Allah, ndihmoje islamin, lartësoje islamin me njërin prej dy burrave, cëllin e do të ti ma shumë ja Rab. Ka thonë Ebu Gjehlin, Amr ibn Hishamin, apo Omar ibn Khattabin. Dhe më në disa transmitime, Allahumme a'izzel islami bi ahadi umarajn. Ebu Gjehli e ka emrin Amr. E Omeri e ka emrin Umar. Nga se Amr edhe Umar edhe Ammar është emër që përsëritet të Arabt. Se e kanë merak me lon emrin që ka aludon për gjallëri. Amr do më thonë që jeton, që lullzon, që ka jetë. Apo? Andaj Ebu Gjehli e ka pas emrin Amr. Omeri Omar. E ka pas Omeri Amrin Daj. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ditë se dy njerëzi që janë t'i dhonë shumë zor ka e keqja, e shumë ato dhonë efekt ka e keqja, është Ebu Gjehli dhe Omeri. Edhe i ka qurë dur ka Allahu, ka thonë, ja Arab, bema njanin muë, cëllin e do t'i ma shumë. Edhe ka anë i transmitim tjetër, se pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadith që ka zirë Imam Ibn Hibbani, ka thonë, o Allah, e Omerin veçant. E Allahu gjellu ala e ka zirë Omer ibn Khattabin, radiallahu an, mi u bo shoki pejgamberi sallam. Thot Abdullah ibn Mesudi, na kanë rrej, e na kanë ndjek, e na kanë persekutu, deri në ditën që ka deklaru Omeri që o musliman. Për asaj dite, kena jetue, do më dhanë të lirë. Njëni thot, çka ndodhi, kur gjos ndodhi, një njeri me ndikime pra në islamin. Çka do më dhanë, a të që më ka një kujdeshëm, nëse jemi një mahal, a më një sokak. Këshy rri gati njëni që ka namati. Se aj kur të pranoj islamin, apo aj bëhet burri mirë, nëse a musliman, po e fuqizon islamin e vetë, apo o mësus, apo arsimtar, edhe ja ka njerëzit fjallën, apo ma plak. Shiko, aj tjetë ndrejt, se kur dala i ndrejt, ketë dali ndrejt. Apo, anda njerëzit kështu i ka njëtu gjithmonë. Ka foli pari fisit, u ka kry muhabeti, në të keqet mirë, s'ka, ajo qëtër, ajo relative. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur e pranoi islamin Omar Khattabi, u liru njerëzit. A dini pse?
se Omeri i rrefke. Andaj ka disa transmetime se kur e ka pranuar Islamin Omer Khattabi, ka shkuar atë njerëz që i ka rrej, ka thonë Allah më bana vall. Allah se jam kon arrogant me ty, po Allahu xhelala, do jam kon pa besimtar, tash jam musliman. Ka disa transmetime se ka dalë në Mekë kur e ka pranuar Islamin. Kjo janë disa njerëz që shto, nuk tutën, nuk ama nuk tutën me hak. Jo me ato tutmë të sokakit. E njëri thash, do të dhe unë po du si Omeri, o vlla, dhe huxhu me babela me njerëzit. Jo Allah, kur do të vjen me dakiki? Ku do ta tu sprovoj Allah, mos e sprovoti Allah. Andaj janë te Isa alayhis salatu selam, tha o Isa, a po Allah e shkruan e xhelin? Tha po. Tha pa e shkruajt as des? Tha po. Mirë. Tha unë nëse hipin kodër dhe kthej, nëse unë kam imër apo s'vdes, çka i tha Isa alayhis salatu selam? Tha Allah i na sprovon neve, jo na ata. Apo Allah i na sprovon neve, jo na ata. Aja ka shkujt e gjelin, të i këcen për balkonit, shkon Allah. Po që ati e ki e gjelin? Që ati e ki e gjelin, apo? Andaj, pejgamberi alayhi salatu selam i dalon të këtë pozita. Omer Khattabi, kër e pranoi Islamin, dul në Mekë. Tha, kujt, do më thonë, i shkon mendja, me lan grujën dve, edhe e vlat pa bab, tha, unë e kam dëshmu la ilaha illallah, le dvele qëto. Kush jam në menjë, do të pasoj çdo parakete, jo më të më marr të shtëpia mos ani me mlip. Çdo parakete, unë jam bë musliman. Apo andaj vetëm që është sill arrogant mos e ka pranuar fejen, është daja vetë Abu Jehli. Daj, apo a kejon tut. Atë kanë thonë tash, atë ka ardhur nga Utbah ibn Rabia edhe Umayya kur ka pranuar Islamin, Omeri edhe Hamza kanë thonë shkoj kjo punë. Shkoj kjo, domthon harron që e muni mo Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe zot tash njëri thot, po Allahu nuk e nimon fejen, Allah e nimon fejen e vet. Po e nimon me njerëz. Allahu xhelala nimon me njerëz. Ç'është e ka caktuar? Apo Allahu xhelala ka mujt këtë fe hiç pa pejgamber me e bë. Po ka dashur që kjo të funksionon me ligjet e kësaj bote. Të lindë pejgamberi, të ketë shok, të ketë me pozita, ketë njerëz që din, ketë njerëz që janë azgana, ketë njerëz që janë trimat, ketë njerëz që janë kryetar, e kështu me radhë. Pra me njerëz ta ndihmoje. Se Allahu që ka mujt komplet me i hek të sevepe. Ama Allahu dënë me sevepe. Andaj të Abdullah ibn Mesudi, ma zilna e izzeten, kemi vazhdu mu kanë kryelartë deri kur e ka pranuar Islamin Omer ibn al-Khattabi. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam i synonte kryetarët e fisëve. Tregon Muhammed ibn Ishaqi, njëri prej historianëve të muslimanëve. Thot ka qenë nga fisi Daus, apo nga i cili fis vjen Ebu Huraira radhiyallahu an. Ka qenë nga fisi Daus, i pari i tyre e ka pas emrin Tufail ibn Amr. Shikoni Tufail Amri përsëritet shpesh. Tufail ibn Amr e Dausi. Ky u kanë krijetar, poet, gjeni. Dersën e arshëm nesër me lenin Allahu te bareke ve teala e kemi si sillë pejgamberit sa me xhenit. Me njerëz të aftë, me njerëz që kanë intelekt të lartë, i dallon të edhe këta. Ju thotë dhe ju i një vlazë, Allah. Ani pse njëri o tupe, tjetëri o i vlën truni pimenës. Ja, i dallon të alayhi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbasin e dalloj, Ibn Mesudin e dalloj. Apo disa njerëz mundonin këtë njerëz mi barazuan njësoj, zbarazohen Allah. Tufail ibn Amri vlën të bitrunit. Apo edhe thot erdhan Mekë pe ka qenë periferi, prej fisit Daus. Thot edhe kur erdha, i madhi ku shkon 18. Thot edhe më dolën Kurajsht me mprit. Edhe thot dola, edhe po më thojnë Kurajsht. Do von mirë se vjen, do von hajde në Mekë, ka qenë koha ku e kanë pas pushtetin Kurajsht. Thot edhe fillun me më fol, a më kimi meqëm. Thot fillun me më fol, edhe më than, a pe di Muhammedin, djalin Abdullah, të birin Abdul Muttalibit? Po, se Muhammed sa vëzërët, para islamit ka pas nam. Djali Abdul Muttalibit i kanë thonë. Djali, se baba i ka dek i ri, e Abdul Muttalibit, kryetari Arabëve. E i kanë thonë, Muhammedi, do më fatë këtësisht, si pas atene, shkoj. Do më po thotë diqka gjithë, se mi të kuptuve që ato thonë, kinëse. Apo, edhe kanë fillu mi folë. Ka thonë këshim më se tako heq. Heq më se tako. I kemi folë, i kemi ati, do më se tako heq. Pas e kanë thonë, ne i ka bo copa e vlat. Ne i ka do burë e gruje. Se njëni e ka pranu fejen, o ka do me tjetërin. Ka thonë, e ka do vlavin për vlavit, burin për grujes, babën me e vladin. Ka thonë, dhe ne e ka coptue unitetin. Shiko dhe zërë, disa njështë tojnë,
uniteti është shumë e rëndësi. Është me rëndësi, ama jo mbatil. Edhe ato mafiashët kanë unitet, e dini. Kanë unitet për me vra, për me pleçkit, për me bo rrugaqëri. Jo unitetën. Ama është unitet që du të mu coptuaj uniteta, du të mi thonë, valla, a kanë i mledhë që të ju mafiashë, apo? Valla, në fejnë tonë, o shumë mu kanë bashkë. Jo, valla, ju du një më botë copa. Du një mu coptu juve, pse? Se jini bashkun nga bim. E këshiko këta thënë, na e ka prish gjematin. Farraka gjemaatena, na e ka prish gjematin. Ama vëse më ka thënë, kada vëse gabimin i bo gjemat. Du të më bo në hak gjemat, jo në batil. Edhe i falem. Thot edhe unë e thash, këto janë të parte këtyre. Plus a gjavet ati e Bulehebi. Po një me pas ka ndodhë diçka me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot qatë shumë kanë fol, sa që thash, ki njeri pas ka bo, qatë shkeq, tha edhe do shta me shkue nga xhamiës, Qabës. Sepse Arabët të ndërruar vlezër, Qabën e kanë vizitu edhe para Islamit, kanë bo haqë. Që do të përmenjme edhe nga ngjarje tjera, si Thumemeja, ku ka ardhur me bo umre të kanë pagan. Apo? Edhe që ka ndodhë, thot Ibnova do pa mu kanë vesh. Edhe shkova në xhami. Edhe thash, helbet që a i vjen këtu, mos tani që ka fol. Mos tani që ka fol. Thot, edhe shkova në Qabe, thot Muhamedi të fal në Qabe. Nëse Muhamedi a.s. ka dalë në Qabe dhe u ka fal. Apo, me namazin që ka ba Allahu Gjelluala. Edhe janë mlet njerëz të kanë këshirë. Ki s'po falet sina, s'po lutet sina, s'pi adhuron putat sina. Andaj, ka dalë kështu edhe e ka synu Qabën, po e ka synu ta shohin. E ka synu ta shohin. Atëherë, thot, duke u fal aj, thot edhe mu afru nga gatë. Tha edhe unë me veti, thash, hajde pak tani, e kipo njeri e kurështar. Tha edhe pak, sikur e nita dhe s'pemësa me ka synu tani. Mon ka fillu me lexua ajete që ai ta dëgjoje, se ka di gjuhën arabe. Atëherë tha, mu duk fjalë mirë. I ka ik pamukat, edhe ka thënë, ku për nënën teme, pa unë a budalja ma. I hum pësha nënës teme. Kështu e kam po shprej arab. Mon, si loj përgdhele vetë vetës edhe një loj qërtimi. Ka thënë, po unë jam mas pari poet. Jam njeri meqëm, jam kryetar. Ma në betangojën e drejt për drejt, që po thotë kjo? Edhe i ka shku pejgamberi s.a.s. Edhe i ka kallëzua. Ka thonë, kur herë da unë më pritën Kurejsh, shka së më thanë për tije? Apo, sikur që i ka ndodhë dimadit. Apo, ka ardhë dimadi, edhe i ka thonë pejgamberit a.s. Kur ka ardhë me këtë dimadi, edhe ka bo sahabe, pas ta i ka bo shoki pejgamberit s.a.s. Edhe a i u kanë si rukegji në kone vetë. Do a bidini këto rukegji që ka janë bo shumë shtash. U kanë si rukegji, i ka fri pi gjinve. Edhe ato arabt i kanë thonë i ka hi gjini Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I më përmejnë shpesh, ku mundohen me e frije të të zumin. Ja thirin hoqës, pse e ke thirë hoqën? Thot gjalli jam ati falë 5 vakt. Friju për vetë, jo Allah. Se gjallin e bajt të manë. U këshit i gjeni në rukëgjimit fri tyje. Ka arë ki njeri dimadi, apo, sikur që ka arë Tufejli, ka arë dimadi ka thonë, më kalzun për tyje. Ka thonë, rira atë, se unë e të frije. Edhe pejgamberi s.a.s. me ka këshirë. Ka thonë, a mujën e me folë? Ka thonë, po, folë dhe me, folë që ki me thonë ti. Edhe më samë ka njësë me legju, inna alhamdulillah, nahmeduhu, wa nesta'inuhu, wa nestaghfiruhu, të kur të lafës i ka një arabt. Wa nesta'inuhu, wa nestaghfiruhu, wa na'udhu billahi mish. Edhe kër e ka kryje, ka thonë, hajde njerë. Tu s'ma qitë ka kërkun këtu muhe. Apo më dilë ka, këtu zime këto të frimët e mija, apo? Ka thonë, hajde njerë. Hajde njerë, të njerë. I ka thonë, pejgamberi sallam, unë jam i smuti. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. E dimadi çka tha të frin. E ki Tufejli çka i tha, te Rasulullah, çka s'm than për tyje? Ja Rasulullah, i ka thënë atë, o Muhammed, a ka mundsi me më kallëzu çka thirr? Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka lexu ajete. I ka lexu Kur'an. Dhe kjo ka qenë metoda e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mi u lexu Kur'an. I ka lexu Kur'an, atëra ka thënë Tufejli, ka thonë, dëshmoj se që kjo fjalë s'është pos pi Allahu xhelel xhelalu. Dëshmoj se ti je i dërguar i Allahut, edhe ka pranuar Islamin, e ka nderuar pejgamberi alayhis salatu wasalam. Këtë kjo ka ndodhur në Mekë. Atëri ka thonë Tufejli, ka thonë, ja Rasulullah, unë jam te populli jam atje i pari. Shumë më shkon fjala. A mundesh me lut Allahun të ma japë një shenjë, do një bardhësi,
që kur shkoj te populli jam ti foli unë për fe. I ka çudur pejgamberi sa ka thënë o Allah, jap ja një ajet. Ajet do të thon fakt. Shenjë se je i dalluar. Thot kur kum shkuar te populli jam, thot Allahu jam ma shloi dritë nga trupi, nga koka. I thash ja rab, vënoma te shkopi. Apo vënoma te shkopi. Thot edhe kur kum shkuar, thot e majsha shkopin në errësirën e natës baj ke dritë. Thot edhe shkova e takova babën tem. Thot baba jam ishte shumë i shtyrë në moshë. Edhe i thash mos un fol, edhe largoju. Tha i tha pse o biri jam çao po? Tha unë e kum pranu fejen te Muhamedi alayhis salatu wassalam. Atar baba vet ka thon feja jote, feja jeme. Kallzom si me një fejen tane. Edhe i ka kallzu, ka thon shkolaju, bangusull, edhe thuaj shahadetin. Apo thu la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ka hite gruaja vet. Ka thon largoju, mos un fol, edhe mos un prek. Ka thon çka ke jo burr? Ka thon unë e kum pranu fejen, ti e pagan. Je pagane. Ka thon feja jote, feja jeme. Apo e tash njëri thot pse be mus po më shkon fjala, po kon tufeli i pari. E kupton? I pari u kon zotnia i kete. A do i ka thon me të parë, ka thon, more feja jote, feja jeme, ku e ke ndru, ka zot ta drojnë edhe na. I ka zbut minën Allahu te bare kjo dal. Shiko kur ka njëri autoritet, kur ka njëri autoritet. Apo atare i ka thon laju grys vet, edhe as ka thon çish me thon shahadetin. Edhe kan thon shahadetin, pastaj ka shkuë në Mekë, edhe është ankuar te pejgamberi sa më kthye, ka thënë ja Rasulullah, këto disa prej njerëzve kanë pranuar Islamin, prej familjes teme, edhe disa të tjerë, ka thënë shumica s'e pranojnë. Edhe i ka thënë ja Rasulullah, lutu kundër tëne. Apo njëri s'u mban sabër. Tha lutu ja Rasulullah kundër tëne. Atëherë tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, i çoi durt, e disa prej sahabëve thanë, shkoj Dausi. Shkoj kë kabile. Piçon kundër. Ama ala se kanë bashkë ato lut. I ka çudur pejgamberi sa ka thënë Allahumma hdi Dausa. O Allah udhzoje fisin Daus. O Allah udhzoje fisin Daus. Edhe i ka thënë Tufailit sillu mirë me ta. Apo dhe disa kanë thënë se ka thënë për Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelat sillet but me ta në kuptimin që ti të udhzon. Pastaj është kthite populli vet, 80 shtëpia kanë pranuar fejen. 80 shtëpia e kanë pranuar fejen Allahu te bareke ve teala. Thot Tufaili kum ardh mas jo krye Bedri, Uhudi, Khandeku, thot kum ardh te pejgamberi alayhis salatu wasallam me 80 familje. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, është një put çka e adhurojnë, i thonë puti i Amr ibn Hamemes. Ka thonë a më jep mua ta thej. Apo tash ka dash me e kallzu që aq fell kum hin Islam, po duk putat me i shkatru vet me dorën time. Edhe i ka thonë sa më shko theje. Ja ka thonë që ta theje putin e fisit të tina, pasi e ka pranuar një numër i madh i kabiles së vet Islamin tek duart e tina. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me të mëdhejt e tyre. Pejgamberi alayhis salatu wassalam prej traditës që e ka pas në luftën në marrëveshjen e Hudejbjes, apo që e quhen disa lufta e Hudejbjes, nga se kanë qenë gati për me bë luftë dhe kanë bë marrëveshje, pejgamberi ka bë marrëveshje 10 vjet paqe. Arbushim mes pejgamberit alayhis salatu wassalam edhe arabëve, Qurayshve. Në këtë 10 vjet që e kanë bërë marrëveshje, pejgamberi ka marrë iniciativën që t'i thirrë të mëdhejt e njerëzve. Nëse deri tash deri te arabët kanë nejt. Atëherë ka dashur alayhis salatu wasallam që ta zgjeron Islamin në vende të tjera. Andaj e ka dërguar shokin e vet Dihje ibn Khalifa el-Kelbi te Kajseri i Romakve, Irakli. E ka qu Abdullah ibn Hudhafen e Sehmin tek Persianët. E ka dërgu Amr ibn Umejin al-Damri tek Nëgjashiu. Edhe e ka dërgu Hatib ibn Ebi Belta tek Egyptianët, tek Muqawqisi, i cili o kom breti Egyptin e të kaluarën e ka pas Aleksandrin krye qytet. Tash e ka Kahirën, çka i thonë, ka ndryshuar gjendjat. Ebu Sufjani në çket marrëveshje ka shku në Sham, në Irak. E në Irak e kanë pas bazën Romakt. E kanë pas bazën Romakt. Kur ka shku atje ka bë muhabet. Ka bë muhabet me Heraklin.
Sepse në qatë periud ka qëlluar letra që ka arë për pejgamberi, edhe kanë qëlluar Ebu Sufjani aty. Atër i ka thonë Hirakli, thirmi di kanë për Arabëve ta lexojnë që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe e ka thirr Hiraklin, edhe ka nxjerr përpara. Edhe i ka thonë nxjerr janë i shok për mas. Se Ebu Sufjani u konë i pari fisit. Këtë që ka i thape mësam, kush i të shpija këti është si sigurt. Apo, tha që janë i shok për mas, që nëse rrejnë, ato kalzojnë. Apo, edhe ka bo një debat gjatë. Apo, tash nuk do të him dhe shumë detale. Edhe i ka thonë Hirakli, çka thuni për këtë njeri? Çfarë fisi jo? Pika vjen? Ka thonë Ebu Sufjani, vjen pi fisit më të mirë të Arabëve. Kur s'ka rrejt. Ka thonë tash jemi në marrëveshje. E nuk e dina si ka me shku puna. Thot Ebu Sufjani, u munova që tu pak me shtini rrejnë se më vike mare. Me që se kjo nuk o rrejnë. Ka thonë tash jemi në marrëveshje, e ma fjallën, dërë tash e ka majtë, po tash e ma nuk e dina. Apo, kjo ka qenë prej bisedës. Pasaj Hirakli, pas bisedës e gjatë, që i ka thonë? Ka thonë, a i di pikur jam të prit me dalë ki pejgamber. Po ka thonë se kum ditë si vjen pi juve. Sa Arabët ato si kanë zonë ishë për kur gjo. Ishë rob këti kanë zonë Arabët. A dhe do të Ebu Sufjani na unishmi të vogli të Romakt. Si robu unishmi të Romakt. Sikur që sot njëzë kur shkojnë për Penandoria, thot a di këj vend shumë i madha. Apo, kështu janë një të Romakët. Thot unë e kum ditë që ka me dalë. Ka thonë, po nuk e kum ditë që ka me dalë pi juve. Pastaj ka thonë, sikur të dija se kam mundësi me e pa, do të shkoja ta shoh. E nëse do ta prekja, do t'ja loja kont. Kështu ka thonë Hirakli për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thonë, ta dish se pi çesaj bisede, tash biseda është e gjatë, mos ta e dini para vërtetë bisedën që ka bë Ebu Sufjani me Hiraklin, ka thonë, kit pi çesaj muhabeti që ka e banëm. Ta dish se çtu jam i ul në çket karrike. I pari romakëve. Ka thonë çket karrike kanë me moraj Muhammed alayhi salatu wasalam. E kush e ka volë vezër Irakin, Persien, apo Afganistanin, këtë ajo pjesë e Afganistanit, këtë pjesë e Irakut, këtë pjesë e Iranit. Megjithëse sot është me Shia, marrë dukon prej muslimanëve e musht, apo deri në Turqi. E pasaj pjesa, dhe sa janë zgjeruar pasaj ma vonë. Deri që aty kanë shku sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Hirakli vetë ka pranuar me gojën e vet. Ka thonë se këtë karrike e gëzoft ai. So pejgamber, e pejgamberi s'luftohet, apo e kanë ditë se nuk luftohet. E çka i ka shkruajtur në letër? E ka nxjerr letrën para atij me lexuar. E ka nxjerr letrën edhe po e lexon. Bismillahirrahmanirrahim. No, gjithmonë pejgamberi ka nisë letrat Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin Rasulillah, prej Muhammedit të dërguarit të Allahut, ila Hirakl, der të Hirakli, adhimir Rum, maj madhi romakve. E shikoni këtë pjesë, maj madhi romakve. Dhe zër kur ja ka shkujt jetë leptër, a ju kanë qafir. Apo, andaj nuk është e ndaluar që kryetarit qafir mi thonë o kryetar. O disa këtu i përzin këto mesele. Ajo kryetar edhe mu kanë qafir. Se për mësëm ka thonë der të i madhi. Edhe shikoj ka përmen emrin adhim. Apo ju aludon dhe qki emrin adhim dhe qka jo. Subhane Rabbiel adhim. Emri madha adhim. Ka thonë ila Hirakl adhim Rum. Apo shiko der të Hirakli adhim Rum. Thot Imam Ibn Hajar el Asqalani dhe Imam Nevoiu i ka thonë i pari i romakve që nëse aje pranon islamin ta pranojnë këtë. Edhe e dyta ka thonë e ka thirë me titull që tjetë ma afër pranimit. Para në ti shkon kryetari dhe i thu e dini, foli njerëz me fjalë që s'du të mi fol. I fol si gjallit vetë. Sa mundësi? I fol me termet mdoja. Ka thonë der të i pari i madhi romakve, selamun ala man ittaba al-huda amma ba'du. Pastaj ka thonë alayhi sallallahu në letër, selam i qoftë për atë që e pranon edhe ndjek udhëzimin Allahu xhelle xhelalu. Ka thonë amma ba'd. Amma ba'd e dini kur e përmendim në hutbe, amma ba'du, domethënë ngotash. Ç'kjo është për shembull? Tosh po kalojnë bisedën kryesore. Çai ka thonë? Ka thonë un po të thirrin në islam. Apo un po të thirrin në islam. E tash na tham lejohet edhe ai që ka sa musliman apo o zullumçar mi thonë o kryetar apo o ministër kur o ministër. Apo mirë po me e fol me drejt. E jo mi thonë ma si kana e lejuar mi thonë kryetar, tash unë shkoj i lipi. Jo
ka dhoja drejtën, thuj hakin me qunë vend, e mu bo musliman, e mos mu bo zullumqar. Atër e tha, thiri me thirën islamit, pranoje islamin, shpoton të Allahu Gjeli Gjelalu, pranoje islamin ti, Allahu ti që përblen dy fish, se je i pari. Pasaj ka thanë, e nëse ma këthen shpinën, apo e këthen shpinën, ta di se e ki gjunajn e ket arisijinve. Arisijin kush janë? Ka thonë djetartë, ose avami, turma, ose arianët. Arianët e dini, do mon fis, apo njerëzët e kanë ndjek, njëri si ka pas emnin Ari. Edhe të ki njeri përkatëson plët njerëzët, Arian, apo Evropian sot e zonë një pjesë të vetës prej arianëve. Pra, prej njerëzve të mëdhoj, i ka thonë Alehi Sallat dhe Sram, ti se pranon, atëherë ta di se mërë gjunajnë e kitë atyre të cilët nuk e pranojnë islamin pasteje. Kjo ka qenë prej traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çështjen e të mëdhejve të muslimanëve. Gjithashtu pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam në vlerësimin e të mëdhejve të arabëve dhe kryetarëve është ngjarja e djalit Ebu Gjehlit, Ikrimes. E ka pas çuki Amr ibn Hishami, Ebu Gjehli një djalë, emrin e ka pas Ikrime. Ikrime, djali Ebu Gjehlit. Kur e ka shiru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mekën, gruaja vetë ka pranuar islamin. Gruaja vetë e ka pranuar islamin. E ky u koni ndjekt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Apo edhe ka ik. Se Ikrimea ka dal kur ka ardhur sa me shiru Mekën, ka ardhur edhe Allah ka dash me luftu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka dal Khalid ibn Walid edhe e ka shpërthalluar. Edhe ky i funi që ka luftu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe ka thënë mos ma fal mo. Se unë i funi, kejt e pranun, unë i funit se pranova. Se ka, domthon baba ja ka lënë amanet. Apo, kluftoj e deri në fund. Atër që ka ndodh, edhe hik në Yemen. Edhe gryja vetë e pranon islamin, Ummu Hakim, e bia e Harithit. Edhe i shkon mas burit vetë në Yemen. Edhe i shkon, edhe i thot, pranoj islamin, se kejt e kam pranuar. Dërzoju, kejt u dërzoju edhe ti. Atëherë, vjen, edhe e pranon islamit e pejgamberit se zem thutë se e kanë ndjek disa prej shokëve të tjerë që e ka pasur prej dostave, e kanë ndjek që ta pranojë islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur pranoi islamin te pejgamberi alaihi salatu wasalam, pejgamberi sa më kanë, domthon në atë vendin ku e kanë caktuar në Mekë derisa kanë ecë, pejgamberi sa nuk kanë ecë Mekë, post sa për mi të drejtu punët dhe me shkuë Medinë. Kanë thënë ja Rasulullah, djali Abu Jehlit atar, Ikrimeja. Edhe pejgamberi qaq pikzimit që atë pranu islamin Ikrime, zotnia që ka me të pja rabdhe. Apo? A s'ka po sabër as me e vesh atë gjybën e dy që ka e kanë vesh, dale ta përqafoje. Ka dal edhe e ka përqafue Ikrimen nga gëzimi i madh që e ka pranu islamin Ikrime i biri e Abu Jehlit. Andaj ka njësa transmitime se kur ja kanë përmen Ikrimes babën, pejgamberi sa më ka thanë, mos e lëndoni të gjallët me atë që ka mbot të vdekurit. Ta shponi me kjo e ka bab Ebu Gjehlin, ama që të baje kjo? Mos e lëndoni, dikush për shemë thot, ave ti djali filan, qka djali filanit? Qa më të mendoj djali filanit? E ka mundë që i babën e ka, pe nësën babën e ka po, na e përmenëm, a ba disa po e shojnë ta si me tendenca, na shpesh e kemi përmenë, baba dhe nana e Muhammedin s.a.s. s'janë kanë musliman. A ba, kjo nuk ka qefi jonë, as në udhu billah. Njëri do të si mundet me thonë hoxha se pejgamberi me ka babën nanën jo musliman. Po ai vet ka thënë për babën e vet. Ati nuk mundet me e dash babën e atij më shumë se ai babën e vet. Pejgamberi ka çoj 8 orë, 10 orë ka çojt për nanën e vet. Ka thënë o Allah, ka mundësi me bëj istighfar jo. E tash ti a më mëshirshëm se ai? Jo. Po thuaj elhamdullah që i musliman dhe mbaj islamin. Nuk duhet na tash çish mundet, s'është kjo puna jote. Andaj ta them mos i lëndoni të gjallët me atë që ka mbajë të vdekurit e njerëzve. Nëse kjo është djali i tina. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dini rastin e përmendëm shumë shkurtimisht, do ta përmend prap. Pejgamberi e ka trajtuar në mënyrë të veçantë Adiun, Adi ibn Hatim al-Tai. Çuki Hatim al-Tai se ka pranuar, se ka mri islamin. Çuki Hatimi arab kur kanë thënë bëhu bujar i gjymert, ka thonë si Hatimi. Çka ka qenë çiki bujar? Sa ka qenë bujar? U ka qenë bujar sa që derë në shtëpisë nuk e kam shel kurr. Edhe e ka shkruajt
Kush ka nevojë le të hije të morë dhe le të dale. As du me ditë kush ka hije, kush ka dal. Çka që ka bujar. E djali vet e ka pranuar Islamin. Para se me pranuar Islamin u kon prift. E ka pranuar krishterizmin. Apo edhe ka menduar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pi thira arab se s'kan fe. Unë kam fe, domos so lazëm unë mi shku mas këtina. Atë kur i kanë ardhur me thirrën në Islam, ka thonë jam fe mëna. Pranoni ju arab se s'keni fe hiç, jeni pagan, unë kam fe krishtere. Apo thot Adiu shumë e mora inatin Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Thot se ma rezistonte pushtetit, se isha i pari i popullit tem. Thot dhe isha prift, edhe ma ipshin populli jem çdo pasuri 1/4 e pasurijës. Shikom dhe zër? Andaj pejgamberi kur ka bërë debat, ja për me ka thonë, o Adi, unë ta di fejen më mirë se ti. Fejen krishterë, di më mirë se ti. Ka thonë, aja u merr ti njerëzve 1/4 e pasurive? Ka thonë, po thot edhe ula kështu krije. I pa, ato çekat e mloja që i kanë. Ka njëri të një prift në të kaluarën, ka thonë, o prift, a e fal Zoti gjunajin e vrasjes? Ato i kanë me çeka, zinoja që kaç. Rakia që kaç. Tash faktikisht edhe o xhallar. Apo Allah na ruaj. Po thot kit nat xhumoje ka dek hiç mos u tut ti. Se kia ka çelsin e xhenetit apo? Mos tani thot ej mos haro se xhepi këtu do të mumush. Mare pi Allahu xhelalu ala. Ti ke mështi ti kanë xheneta. Po ti vetëm mos më në xhenet. Allahu inshallah Allahu të na ruaj. Na ruaj imanin dhe islamin. Apo? Thot me që këtë me vlot ti vlla hiç mos tani. Edhe 700 nipa që kanë më të armas, çiki me vlot i mlona, po kemi me vlot vlla. Pse? Kia ban këti qefin që ja në fund mës të haroje. Apo? Atash, nuk ka mare? E ky, shiko, zeqat jo 2.5 2.5 97.5 të jesin tyje. E kuro e ignorancës, 1/4, 1/3 1/3 dhe zeshe dhe më thonë 1/4 40%. Ti i ki 10.000 eura, i thot 4.000 e që tash me 6.000. Edhe ky thot e mora i natë me mësam se a e ka ditë që ka po thirë ki. E ka ditë, ka thonë në një u mirë sa njëzve 1/4 e pareve. Isha i pari. Thot edhe, i thash ati shërptorit tem, qyre si dvin këta arapt me Muhamedin, kalzon, se hiki për këtu. Hiki unë për këtu. Ka thonë, tamam, edhe e ka përcjell. Thot edhe, i bana hazë sejnët, shko dhe si shiki njësit për drejtës, apo, edhe e kanë ditë se o për nga mberë, apo, mës në hike rasti a i prifti që i tha, a ka mundësi me ma kalzue sa e ka qekin vrasja? Shumë tha me pagujt për vrasja. A e falë tha, po tha e falë po shumë kushton, sa duhet be? Që kash, shkruja tha. Tha pse bënda shkujt? Tha se e kam njetë me vra njanin, ma falësh. Sa duhet? Tha që kash. Be ma tha qekin, edhe e vrajt i priftin. A me shdo që i falë jam. E ki pa kur i e në zullum? E nuk e di ka për të vjen tash. A ka mundësi në islam qështu? S'ta falë bë Allahu gjelua kur ban zullum. Nuk ta falë. Njëni thot po e kam bune hoxhën e kam. O s'ta falë. O miftijën edhe araisin edhe me pas hoxhën e Mekës. Nuk ta falë. Pse? Pa ta falë Allahu me hak, jo pa hak. Mere këta edhe mos mendo se ka mundësi ndryshe. Thot Adiju, e një dit po vrapon, thot aj shërtori jam, më tha, ato ardë Muhamedi me ushtrinë e vetë, ti s'ki takat me ketë. Tha i mora, tha tu ik me të motra. Tu ik, shiko, tu ik tha me të motra aty. Apo? Thot i mora e vetë edhe shkova në Sham, ka shku në Sirinë e sotshme, namaz. Ka ik atje, thot edhe mazuni motrën robë. Muhamedi s.a.s. Thot edhe kur u zot, thot ama motra ime, thot shumë u konë e meshme. Shumë u konë e meshme. Edhe në robri, për jënë sa me ka ditë, kjo motra e Adijut, ati prifti që ka ik. Edhe një ditë për ditëve, i thot pejgamberi s.a.s. duke qenë në robri, i thot ja Rasulallah, nga se ka pranu fejën mini herë, kër e ka po gjestet e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. I ka thonë ja Rasulallah, ka thonë babam ka dek, kysh ka u kujdeske për mu më la, a ka mundësi me më trajtu mirë, me më liruë. Edhe për mësami ka thonë, kanë e ki përfatsus, kanë mas babastan, ka thonë Adijin, ibnu Hatim, atë priftin, ka thonë, apo i ka pi Allah dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Unë aj që folë në mënë Zotit, aj po ik pi Zotit edhe pi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Aj e di që unë jam pejgamber. Apo atëre thot më la.
Prap nesër i thash, ja Rasulullah, liron, baba më ka dek, vllau im ka lan. Prap të herë, atëri ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë mos u tut, na kena me të lirue. Ka thënë po vetë jam të prit dikan që të kthen te shtëpia sigurt. Shikoj pejgamberi sa. Ka thënë unë kam të liruti. Kjo mëshirë e madhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë rahat se kena me të liru, ka thënë mo jam të prit dikan që të mrin rahat deri atje. Apo atëre i ka thënë ja Rasulullah, e kam unë atë që kam çon deri atje. Atëre thot motra vet, ku më shkuë, thot edhe i ku më shkuë vllavit tam Adiut. Tha dhe i thash, as po vjen mare, i more vlat të tu e mlave vet. S'po vjen mare, tu hik mlave mu e mzonën mu këta. Apo si ka thosur apo muslimane ala. Apo ka thon, po, unë jam zullumçar, von tu hik të lash vet. Apo atëre i ka thon, shka pave tek njëri për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shka pave? E atut mi thon që janë bo muslimane, i ka thon këshire, si tjetë pejgamber, i lumi ja i shka e pranon i pari. Ka thon, e si mos tjetë pejgamber, ishte njëri drejt. Mesin e dijave. A kjo ko muslimane tash? Apo, ande ka thon djetarë, në komentar ka shumësime, ka thon lejohet që njëri ju në kriz, tash nuk ka të veni vetë, nuk ka mundësi nësi ka thon që janë muslimane në bazë zullum, lejohet me fol me tërthorazi. Kjo s'ka thon që janë muslimane, as ka thon një jam muslimane. Që ka thon këshire si tjetë pejgamber, i lumi ja i shka e pranon i pari. Asi mos tjetë pejgamber, ka thon vallai njëri shumë i nderuar ishte taj. Shumë ishte i nderuar. Atëri ka thon mirë thave. Apo ka thon mirë thave. Masi jo është i nderuar, ka thon a shkojna. Ka thon shkojna. Kur ka shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i ka thon, ki ka dashur ta provojë tash, ti vetë mbret o, ka thon të bëj muhabet me ta. Edhe pejgamberi ka thon hajde o Adi te shtëpia. E ka ditë. Ka thon hajde o Adi te shtëpia. Kryqin qaf. E ka pas. Kur ka shkuar te pejgamberi sa në shtëpi, i ka pejgamberi sa ul, e ka pas një karrikë shumë vogël me një jastik të vogël. Se ka pas, nuk ka pas shtëpi mbreti sallallahu alaihi wasallam. Thotë edhe e mur pejgamberi sa atë jastikin e më tha ulu ti. Tha thash jo. Jo tha ulu ti. Pra ka ul në vend vetë është ul poshtë. Atëri ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Adi, pranoj islamin, shpëton të Allahu të bareke wa taala. Tha unë thash me veti, ky ul në tokë, unë në nalt, mbret një të stabojnë kur qështu, se vetë o mbret. Unë deri tash jam do ikë se s'po du mja la mbretnijën. Mbret një zbanë qështu. Tha nja, unë një argument që o pejgamber. Atëre i thash, kër më tha pranoj islamin, i thash, o Muhammed, unë jam me veç mo me fe. O kriqin, jam me fe. Tha prapë tha për islam, pranoj islamin, o Adi, shpoton të Zotit të bareke wa taala. Tha i thash prapë, ja o Muhammed, unë e kam fe. Domthon që arab ti drejtove, po unë e kam fe, unë jam krishter. Atëri tha për islam, po unë e di fejen tane më mirë se ti. Dhe këto kanë thënë dietar, thotë Sheikhul Islam Taymi në komentin e kësaj, thotë kjo argumenton se hoxha duhet mi ditë krejt idet e kota. S'mjafton më kanë hoxh, veç ti më thon, ti njëri thotë unë veç islamin e di. S'ka mundsi, në islam duhet mi ditë këtë. Çka thonë krishterë, çka thonë jehudi, çka thonë pagan, çka thonë indian, çka thonë kinez, çka thonë rus. Këtë duhet mi ditë, çka thonë filozofa, çka thonë shkencëtar. Njëri thotë po duhet mi ditë to. Po duhet mi ditë vazhdi për du islamin. Njëri më thon për shembull, a më ka dalë ti mirë xhe ki pa as ka zonë tie. E ti minë duhet me pas gjevapin hazër. Ani çe ka dal. Gabim e ka daj. Ti nëse se di se Aristoteli ka gabim, ti çishe e prezanton fen Allahu xhelalu ala. Nëse nuk e di ti se për shembull Freud e ka gabim, Nietzsche e ka gabim, ti çishe e prezanton fen Allahu te bareke ve teala. Ti nëse di se ateisti kur të fole, çish duhet me ja bë kundër përgjigjen, atë e dobson fen Allahu xhelalu ala. Atë do të shikoni këtu thotë Sheikhul Islam Taymi, ka argument se vetëm i din te ket. Ja kam thënë Allahu xhelalu ala, ka thënë o Adi, unë e di be fen tane, më mirë se ti. A mund që para menu mi thonë priftit unë e dim fejë më mirë se ti. Këto nuk e thotë posë, aj i sigurti. Apo atëre i ka thonë, o Adi, a je kanë ti rekusijen një medheb që e kanë pas. A i kanë më herë qështu? Ka thonë po. Ka thonë, qysh je me parët me popullin tanë, apo ja u merë njëtët katërt ata? Shiko kjo, kush i ka ditë ta? Njëtë katërt ata, po ja u merë pareve, a? Tha i thash, po, për jamar. Atëre, tha i thash, a e ki halal si pas fejes tane? A të shkruun ti në liber, qështu? A të shkruun një njëllë, qatë shka e ki qatë njëllë, qatë kamet? A të shkruun me mor njëtët katërtën?
Tha, i thash jo, nuk shkruan që shtu me jamon, janë 40% me jamon të pasurijës. Atëherë, thash me veti, që to nuk i di pos pejgamberi, pos Isa, Musa, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Atëherë thot, qish kem të nejt e thirin i gruje. Edhe im tha, prit pak, se kam këtë gruje. Tha, unë e për cjellësha. Tha, edhe ajo e mur pejgamberin s.a.s. edhe pi fol. Kam nevojë qështu, kam nevojë qështu. Thot, edhe pejgamberi e këshyrke, edhe ja kryti nevojën. Thash, qështu nuk sillet mbretive. Ti mbajti smunesh mi thon, "Çu pak, ky me misafir kam nevojë." Apo thot, "Tu nejt e kryti ata." Herë tjetri dhe i tha, "Ja Rasulullah, a mundesh veç pak se kam do në nevoja?" I tha pejgamberi, "Prit pak se çështu kush bën vëllazër? Veç pejgamberi." Pro, prit pak, o di se ç'ki nevojtari. E shkoti te mbreti, thuj, "Prit pak se apo ai administratori mi thon, "Prit pak, çave prit pak, dil jashtë." T'ma, apo tha e këshyrsha, se kjo nuk është prej mbretërisë, kjo pejgamber. Atëherë thot, u kthi pejgamberi s.a.s. dhe më tha, "O Adi, pse s'pohim fe? Pse s'pohim fe? Ndoshta ti nuk pohim fe se pishef se ndjekësit e mi janë fukara. Ama ka thonë, ta dish se ka me ardhë një dit, s'tin ku me që parën që të njerëzi. Ka thonë, ta dish, nashta ti thu sot, shfar fejeve këto këtë fukara ka në mbledhë këtu. Vjen një dit, apo, vjen një dit, Arabët s'din ku me që naftin, vin një dit lujnë me pare, vin një dit ta bojnë Dubajin, vjen një dit që ata i ngritin ndërtesat ka 100 kat e 200 kat, apo, e ai si dit di fjalimi po bashk. Apo, sot njerëzit, shiko sot, thot, vjen këtu dhe thot, kesh në Dubaj. Ku kanë e kanë? Në Dubaj, në Mek. A i di ku kesh në Emirate, a i di qëfar vejnë ishte atje? Qka pava atje? Qa pava? Bedevi. O Bedevi, o lo. Kish ku i ke po fotot. Shiko, kjo, a di sa kanë para arabe, do lezër? Hinë lezër, shku i ben Google, sa ka pasurit toka arabe, hinë lezër. Sa pare kanë? A di sa pare kanë? Gjdo artikull në botë, për i gjërave shka qelet të reja, iPhone-i, e gjërat e shtrejta, njëherë qelet në fabrik, apo, edhe mësane, bismillah në arabi. Se i ka thonë Allah u gjela pare. Apo, e lusmi Allah që Allah ti të bënë në khajrë dhe në sunetin e pengamberi së sëllem. Tha, o Adi, as po hin feje se pishe fukara, kanë me bo pare këta, tha. E dyta, tha, o Adi, tha, ati nuk pe pranon fejen se pishe paka, a thu këto pak janë, hargjohen, apo, shkatrohen. Tha, vallahi, kime ni, ka me ardhë një dit, ka me dal gruja vet, prej Kadisijes, prej një Irak, pin Kadisije, ka me ardhë në Qabe, ka me ba haqë, edhe omra, si tutët pos ukit udhës, qatë sigurt ka mu kanë. Apo, ka thonë dhe e treta, ka thonë, o Adi, ka thonë, ndoshta ti s'pe pranon fejen, se pishe se sultana janë dikush tjetër, romakt e persian. Ka thonë, vallahi betonën Allahun, shumë shpejt është ajo dit që qato palatësh ka pishe në Irak e në Persi, ka thonë, vinë të musliman, ju jesin këtëre. Thot Adiju, që ketë sultanin e kumri, që ketë me hec gruja e kumri. Thot, nuk e di për parë që ka me ndodhë, po thot, mas që u banë të dijat, ka mu bëhe edhe treta. E na pithojna, apo kështu kushtimisht, nëse këtë të dijat i ka pa Adiju, na e kena pa tretën. Se si Allah ju ka quhe bunaret të naftës. O vlla, ti me pas be të shpia një bunar të naftës, qysh delve me pi kafën? Qysh, me qfar qere del? E njani tha, o gjokër, po shkojnë në të Arabët ato hisë për në pritin mirë. Po ti a e ti kuptu, o vlla? A e ti kuptu ti? Se njani tha, ata special që në duqanin ndi. A e kupton se? A e kupton ti kër i thua Arabit puna a farz, qysh e shaj? Ani të në Balkan puna a farz, në regull jemi. Ama të Arabit pëse mu kanë puna a farz? O i qeshme më në me pare, ka vlla. Qeshme me pare. A e ka naftën që ati s'di shka mi ba naftës. Vjen Amerikani thot, largojë të se s'di me punu këta, unë e të ndreqi. Edhe pasaj e rregullon. Thot Adiju, që të tutria më tha, pe nga meri se më kanë mendodhë. Tha, edhe unë e thash me veti, po janë bedor rrugas të na atje, do fesat gji të e fisi jem, paji. Ato sytë pikën me bo fesat, së një nalë kërkush. Mirë po thot, sahabët e vënsam, i mujtën ketë. Ka pas do fizi, ka pas ato rrugas të vetë. E ki ka thonë me mene, a thu edhe këto imuna,
Apo? E për mësa me sahabët e vetë, Khalid ibn Velidit edhe Ebu Ubejdes edhe Muthennes, si ka dalë kërkush për para. Këti ka shpërtalu Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj thot, fe eslemtu wa raejtu vajhehu istabshar. Thot, Adiju e thash shahadetin, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, dhe Adiju llogaritet nga shokët e Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Thot, ju qelë ftyra Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo ka qenë prej trajtime që i ka bë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem për shokët e vet. Koha ka kaluar vëzë, po se edhe ti përmendim disa prej rastet sa aludojnë në madhrimin që ka bë pensam njerëzve autoritativ. Tregon Miswar ibn Makhrama. Miswar ibn Makhrama, dy shokë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, babë e bir. Thot një ditë për ditëve Miswari i tha baba vet i tha a shkon te pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem se i kanë ardhur do veshje të shtrenjta me kadife, me mundapsh e me ari, e nashta na jep edhe neve diçka. Apo? Edhe thot, shkum te pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe kypim thot, o djali jam, shko te pejgamberi sa më dhe thuj, nga ato petka që kanë ardhur, a ka mundësi edhe neve me na dhon diçka? Atëre shkova, tani janë merr ran. Te i thash, çysh bëmi thonë për sa bëmi do të petka? Atëre më tha djali, më tha baba jam, më tha, shko besaj nuk ka arrogant. Shko besaj nuk ka arrogant, ai tjep. Atëre do të shkova te pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem edhe i thash, ja Rasulullah, nëse ka mundësi për mahramen babën tem, disa për petkave që kanë ardhur nga pasuria që të ka dhënë Allahu te bareke ve teala, prej mundafshit, prej atyre veshjeve të zbukuruara me ari dhe argjend. Atëre i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ya mahramatu hadha khabanahu laka. Shikoj për sa kur ka një pari dikush, se mahrame u kon i zoti mahallës vet. I ka thënë, o mahrame, që se hazën ta kena bërë aty. Për shemb i ka qetësue njerëz autoritativ dhe me ndikim me këtë formë të pritjeve, andaj ka thënë merri këto. Dietar kanë thënë, ka thënë ka pas disa fije të arit para se me ndalu Allahu te bareke ve teala arin për burrat e umetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vezër ka dhe shumë ngjarje, mirë po e shoh se durimi ka përfunduar, me kaq po e përfundojna. Kjo ka qenë tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në komunikimin me njerëzit autoritativ, me njerëzit me nam. Andaj domosdoshmë kjo gjithë përfshin, domosdoshmë gjithë njerëzit që kanë ndikim në jetën e kësaj bote. Lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala na mundson musil me sjelljet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu na zbukuron në moralet tona, ti zbukuron sjelljet tona, ti ban Allahu te bareke ve teala sjelljet tona që e fikin hidrimin Allahu te bareke ve teala. Lutem Allahun xhelalu ala që Allahu te bareke ve teala pjesën e kaluar të Ramazanit Allahu ta ban qabul. Lutem Allahun te bareke ve teala që pjesën tjetër Allahu të na ruan shëndetin, na ruan imanin, na mundson Allahu xhelalu që ta mrinë natën e Qadrit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.